Shënmitër tani është një nga fshatet më e rëndësishme. Po është the cultural capital of Shqipëria. Atë do të më shko patjetër. Dhe është një histori shumë e madhe. Po. Në Shënmitër, ti din se podcasti jonë, po përbresh, është një podcast që fjet si kulturë, si gjuhë, si tradita të përbresh, dhe main sponsor është Bashkia e Shënmitrit. Sa mirë. Okej, do sa tjetër me vizitu duhet. Këtë që dhe o kolegje i Shën Adrianit, këtje kanë studiuar intelektualet, arbresh. Po. Jeronim Derada, më i madi. Jeronim Derada më ka pëlqyer shumë puna e tij edhe që ka bërë edhe për Shqipërinë edhe për neve, për këtë shqiptar. Pra është një punë shumë e veçantë dhe një histori e veçantë që duhet më mësu çdo shqiptar. Edhe ju kisha thonë edhe këtë shqiptarëve me vizitu këtë vend, sidomos edhe në këtë fshatrat, se mësojnë edhe shumë për historinë tonë.